reagimi i politikanëve dhe i drejtuesve të shtetit danez është i tillë që të krijojë dy dinamika. Dinamika e parë është që ta vështirësoj dhe të sjellë sa më shumë vende evropiane në këtë përballje që ata kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk ju ka funksionuar sepse presidenti Trump sapo deklaroi se do t'i vendosë tarifa 200% verave franceze. Pra sjellja e vendeve tjera evropiane nuk i ka bërë punë Danimarkës. Dhe së dyti, arsyeja e dytë pse elita daneze e bën këtë punë është që të i tregoj popullit vetë që po rezistojmë. Shpesh herë në marrëdhëniet midis shteteve, edhe kur dihet se cili do të jetë përfundimi, duhet që politikanët i tregojnë banorëve dhe votuesve të tyre që ne po rezistojmë, bëm të pamundurën, po këto ishin kushtet dhe në fund zgjidhja që do t'ju paraqitet popullit do të jetë një zgjidhje që të jetë deri diku e pranueshme. Pra do të shpëtoj fytyrën e autoriteteve daneze. Unë kam besimin që drejt kësaj po shkohet. E qartë. Ndërkaq zoti Roy, një artikull Gazeta Qeveritare Ruse është në krahun e Donald Trump, pra me lëvdata për Trump dhe kritika ndaj udhëheqësve europian që kundërshtojnë këtu dhe aneksimin e Groenlandës nga SBA. Pyetja është se apo përdor tashmë Moska këtë narrativ për të përçarë më tej SBA-n dhe Europën? Shikoni, sigurisht që për sa i përket politikave të shtetit rus, sigurisht që Moska e ka përdorur dhe do ta përdorë, sepse sheh interesat e veta. Njëri nga interesat primar të Rusisë është që të ndajë Shtetet e Bashkuara nga Bashkimi Evropian. Mirë po ta shohësh, domethënë ka edhe në për këto marrëdhënie daljet publike, daljet e mediave, pavarësisht se të qeverisë, kanë arsye të mos arsyes, pra shpesh herë bëhen provokime, shpesh herë nuk thuhen të vërtetat nëpër media, shpesh herë jepen sinjale për të krijuar reagime të njërit lloj për llojin tjetër. Unë mendoj që kjo lloj dalje është kjo e fundit, është kjo kategoria e fundit. Pra sigurisht që shteti rus nuk ka në dorë të bëj diçka për të penguar hyrjen e Shtetit Bashkuara të Amerikës në Groenland dhe atëherë merr pozicionin publik si mbështetës për të krijuar zallamahi, gjurulldi dhe huti tek kundërshtarët e vet. Kjo është më se e zakonshme për sa i përket shtetit rus. Se rrezikshëm është diskursi për unitetin transatlantik edhe të NATO, zoti Roy, ku Europa përshkruhet si pengesë për përparimin historik të Amerikës sipas vizionit të Donald Trump? Evropa duhet të ndjek vizionin amerikan, sepse Evropa nuk i ka fuqinë ushtarake që të kundërveprojë kundër askujt. Po t'ishte për Evropën, ushtria ruse do t'ishte diku afër Berlinit sot, sepse sot e kësaj dite Rusia prodhon më shumë municione se sa gjithë Evropa marrë bashkë. Pavarësisht përparimeve që ka bërë Evropa, pavarësisht investimeve të mëdha gjatë këtyre 3-4 viteve të fundit të shteteve evropiane, veçanërisht të Gjermanisë për të krijuar fuqi ushtarake, ende nuk është në nivelin e duhur. Pra, Evropa gjatë këtyre 50 viteve të kaluara jetoi me vegimin se sigurinë do ta mbulonte shteti amerikan, sigurinë e të gjithë aleatëve dhe Evropa do të merrte pjesë në dasmën ekonomike, nëse mund ta quajmë kështu, të zhvillimit kapitalist. Mendoj se kjo llogari nuk do t'ju dalë më dhe tani me vendimet që janë marrë nga administrata amerikane, Evropës do t'i duhet që të gjej gjuhën e përbashkët me administratën dhe në fundit unë besoj do ta gjejnë. Shumë shtete evropiane e kanë gjetur, përfshi këtu Italinë tonë fqinje, dhe besoj se dhe Mbretëria e Bashkuar e ka gjetur gjuhën, pra gjithë daljet publike mendojnë janë thjesht për konsum publik. E qartë. Ndërkaq, zoti Roy, vendosja e datës 4 korrik si një moment historik për aneksimin e Groenlandës ka sigurisht edhe ngarkesë të fortë historike. Sa realiste është jeni këtë skemë? Po, shikoni në këto çështje sigurisht që simbolika ka vendin e vet, 4 korriku sigurisht ka një simbolik shumë të madhe, përveç të tjerave ka një simbolik se është 250 vjetori i krijimit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Pra është një simbol edhe më i madh.
por në marrëdhëniet midis shteteve simbolika luan një rol deri diku dytësor, pra edhe në këtë pikë simbolika luan rol të një kundërpeshe. Vendoset si datë kufi për shkak se administrata amerikane kërkon që t'jap një zgjidhje përfundimtare kësaj pune deri në atë datë. Ndaj dhe mendoj që katër korriku është një simbolik, është më shumë për njerëzit, për atë që ju jepet njerëzve, është pjesa teatrore e politikës, por në marrëdhëniet reale midis politikanëve kjo na tregon se katër korriku është një datë që nuk mund të lëviz, sepse është një datë ku do të festohet 250 vjetori. Dhe siç ju thash, unë mendoj që nuk ka zgjidhje tjetër përpos zgjidhjes së vullnetit të më të fortit, dhe në këtë rast më i forti dhe më i përgatituri në këtë luftë që në cilën ndodhemi janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. E qartë. Ndërkaq zotëroj, të kalojmë tek një tjetër çështje ku është Irani, e cila është tronditur nga valet e protestave që nga muaji i kaluar, të cilat filluan pra më datën 28 dhjetor në pazarin e madh të Iranit për shkak të zhvlerësimit të ndjeshëm të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike, dhe ndërkaq demonstratat më vonë u përhapën edhe në disa qytete të tjera. Zyrtarët iranian ndërkaq akuzojnë SHBA-n dhe Izraelin për mbështetje të gjitha këtyre trazirave që po ndodhin. Sa reale janë këto akuza, zoti Roi? Si shihni dhe apo përdoren tashmë edhe për një justifikim ndoshta? Shikoni, unë do t'isha pak më i kujdesshëm tek cilësimi që pse ndodhen protestat, ka shumë variante të ndryshme se kush nxiti protesta, pse u nxitën, si linden. Në mos gjë tjetër, nga pikpamja mediatike kemi pasardhësin e shahut të Iranit, Reza Pahlavi, i cili ka pasur një ndikim në këto protesta, me daljet e tij publike nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ai jeton. Pra, do ishte thjeshtëzuese nëse ne do ta shihnim thjesht si protesta gjenuine që dalin nga situata ekonomike. Por për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, unë mendoj që situata në Iran është sigurisht pjesë e të gjithë lojës ndërkombëtare që po ndodh përreth nesh. Irani është një pjesë kyçe e përballjes midis shteteve të ndryshme. Sigurisht që ka një aks shumë të fortë bashkëpunimi midis Iranit, Rusisë dhe Kinës, dhe Kina është një nga aktorët që në heshtje jep ndikim, domethënë ka ndikim në lindjen e mesme dhe po rrit ndikimin në lindjen e mesme, por dhe Irani është një shtet i madh, është një shtet në situatë gjeografike të favorshme për mbrojtje dhe është një nga shtetet që ka pasur vazhdimsi qeverisje prej shumë vitesh, kështu që është vështirë që të parashikohet një rënje e shtetit iranian. Nga ana tjetër, nga sa diskutohet në për ambiente të ndryshme, ajo që kërkohet është një marrëveshje me krahun e atyre që janë më të rinj në politikën iraniane për largimin e dorës së vjetër dhe ardhjen e një grupi të ri të njëjtës forcë politike, e cila të ketë marrëdhënie më të hapura ekonomike. Sigurisht që për sa i përket Iranit, aty për sa i përmblidhet e gjithë lindja e mesme, sepse kemi interesat të gjithë lojtarëve të lindjes mesme, përfshi këtu Arabinë Saudite, përfshi këtu të gjithë mbretëritë e Gjirit Persik, dhe loja bëhet shumë e koklavitur për sa i përket Iranit. Pra, përveç Kinës dhe Rusisë, kemi të bëjmë edhe me interesat të mbretërive të Gjirit Persik, të cilat, pavarësisht se nuk duan ta shohin Iranin në sy, kanë interesa që mos vendoset një shembull që një grupim që sundon të hiqet me protesta popullore, sepse pastaj rrezikohet shumë kush në lindjen e mesme. E qartë. Ndërkaq zoti Roi, Trump kërcënoi me goditje në rast të vrasjesh dhe pyetja lind se a ka tashmë SHBA një ndikim efektiv mbi të gjitha vendimet e Teheranit? Sigurisht që ajo çka bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës ndikon tek vendimet e gjithkujt, edhe të një vendi si Irani, që është vend i madh,
Unë nuk e di nëse ndikimi është i drejt për drejt, ose nëse mund ta marrim të thjeshtëzuar që po foli njëra palë, tjetra palë do të reagoj, por që sigurisht që ka ndikim, sepse siç e tregoj në bombardimet